nuk mjafton. Ne do na duhet të kemi një qasje shumë të qartë ndaj zhvillimit qëndrueshëm. Po. Që do të thotë një qasje të pastër ndaj tematikës së ndërkrimtarisë vetëm atëherë kur është e domosdoshme. Duke si një shprehje romantike, por nuk është, ne gjendemi sot në një Shqipëri e cila ka sipas mateve të vitit 2023 që për mua janë të fishuar, ka 165.000 apartamente dhe bosh, pra të pavarur. Çfarë do të thotë që janë investuar para, disa miliarda euro para të shqiptarëve për të ndërtuar diçka që nuk ta duhet. Pra jo vetëm kemi shpenzuar, kemi betonizuar para që nuk i kishin çuar në ekonomi të tjera. Për shembull, qoftë në turizëm, qoftë edhe në ekonomi bujqësi, qoftë në ekonomi të tjera të cilat mund kanë një rikthim, ndryshe nga betonimi. Betonimi ndërton një pallat, është proces, dhe ai pallati ngjitet aty nuk sjell as të ardhur tjetër. Nuk prodhohet asnjë pjesë. Për të shkuar akoma më tej. A duam dhe topofilia. Topofilia është një koncept i vjetër shumë në kohë, po i ardhur le të themi në 2-3 vitet e fundit nga teoricienët më të mirë të urbanistikës. Dashuria për vendin. Ta duam në rastin tonë Shqipërinë është çdo centimetër katror që ai shtrihet. Po. Jo vetëm në Tiranë, jo vetëm Buzlakës, do kishte kuptim. Janë një serie konceptesh të cilat synojnë pikërisht këtë. Decentralizimin e pushtetit, çuarjen e pushtetit atje te qytetari, marrjen e vendimit në qytet, jo në qeverinë qendrore, dhe kjo është sipas nesh, por edhe me praktika të mira që na mësojnë vende të tjera të botës që kanë bërë para nesh. Pra, nëse ne do na duhet të bëjmë një farrugë, që si ka divare, që nuk është shumë qef, do të ta kthejmë Shqipërinë në territorin. A lidhim Shqipërinë, shqiptarët me territorin. Jo me katet e larta, 12, 20, 25 kate në qendër të Tiranës. Se këto tani janë teza që do duhet të fliten, zhvillohen gjatë gjithë kohës. Edhe kur bëhet debati, për mendimin tim, duhet bërë duke vënë teza përballë tezave të tjera. Se si duhet të jetë zhvillimi, idetë politike që qëndrojnë mbas kësaj, është shumë e vlefshme, më shumë se sa të ndalemi vetëm tek një cepi të caktuar dhe çfarë po ndodh atje. Duhet luftuar me konceptet përgjithshme. A është kjo ideja pra që njerëzit jetojnë jo vetëm në këtë pellgun e Tiranës, i kemi zbrazur gjithë fshatrat dhe qytetet e vendit. Sa kushton që njerëzit duhet mbështetur atje me infrastrukturë, me shërbime, me shkolla, me shëndetësi e me të tjera. Dhe është gjetur kjo si një mënyrë më efikase që të mblidhemi të gjithë dhe trim këtu në një qytet, apo do të ishte në fakt efikase në afat mesëm dhe afat gjatë, po të rinë njerëzit të lidhur me ekonominë e tyre që kanë pasur. Dhe si bëhet kjo? Se ti po t'i marrësh kullotën një fshati dhe ta bësh park për energji diellore, aty ikën gjithë fshati pastaj, se po i more kullotën, po i more pyllin, me çfarë jeton ekonomia kolektive aty fshat. E të tilla gjëra, domethënë, se lidhen gjitha me njëra tjetrën pastaj.